Në Patos ndodhen 10 struktura ushtarake të ndërtuara dekada më parë. Tunele të gjata të projektuara për mbrojtje strategjike sot ruhen nga vetë banorët, por çfarë përfaqësojnë ato dhe pse kanë mbetur thuajse të paprekura? Ndjekim Valbona Davidin. Kodrat e zonës së Patosit, fshat dhe oficinës fshehin në brendësi disa 10 struktura betoni në formën e tuneleve, vend strehimeve apo ndërtimeve me karakter ushtarak. Të ndërtuara përpara viteve 90, këto struktura masive nuk janë si bunkerët e zakonshëm, por tunele që do të strehohen automjete dhe njerëz të ushtrisë në rast bombardimesh. Disa tunele që ndodhen në brendësi të kodrave janë deri në 1 kilometër të gjatë. Të rrugës, këta tunele i kanë shërbyer ushtrisë popullore, mbanin makinat e luftës, që mbajnë zila që quajnë atë në atë kohë, dhe mbas demokracisë ta ngjerën posoj si shkretë, zunë ferra, zunë gjë. Unë kam bëjnë lokale këtuja dhe më shërben, baj këto stolat e dasmave të vdekjes që kam këtuja, i kam futur në strehim, si magazin. Këta janë shumë të fortë, se unë jam ndërtues. Të fortë, ma shpjego. Me hekur, janë bërë original, pa i le. Nuk janë bërë si rruga që po bie sot atë. Kanë cilësinë e duhur të... Patjetër. Këto nuk as pikon, kjo është pa izoluar dhe nuk pikon as një lloj shiu këtu brenda. Ja shiko si është dhe poshtë shumë i thatë. Kjo do të thotë që kjo i përket cilësisë të mirë. Jo e bukur, po e me cilësi të mirë të fortë. Sa është si strukturë? Kjo është diku tek 40-50 metra e gjatë. E gjatë. Po kjo kubatura? Kubatura, ku di unë do të jetë 5 metra. 5 metra. Kubatura do të jetë larg. Dhe për gjatë këtij segmenti rrugor ka që janë disa të tilla të ngjashme. Po ka shumë këtuja, këtu shumë larg, gati 1 kilometër nga këtu, ka qenë për të bërë spitali në 86. Do bëj spitali ushtarak. Për gjatë luftës, nëse pagos njëri, do bëj aty. Aty është me dhoma dhe janë super më të mirë nga këta. Dhe me ujë brenda. U kanë bërë dhe pusë brenda. Për ko lufte. Pse nuk u ndërtua pastaj? Po se ndërtua se demokracia, në demokraci s'kishte me luftë. Enver Hoxha kishte frikë nga lufta, këta nuk kanë frikë nga lufta. Ndryshe nga zonat përreth, ku strukturat prej betoni u shkatëruan për material ndërtimi, këtu në Patos fshat, tunelet e ish repartit ushtarak janë mirëmbajtur nga banorët. Si thua ti, do na shërbejnë ndonjë ditë këto? Po patjetër. Se si po bie edhe bota e egër, patjetër do shërbej. Patjetër. Mund të vijora. Bombardimeve? Po si jo? Ato bomba atomike që thonë, me sa dim neve se s'kemi shumë në shkollë, vinë me furtunë, kështu që këtu nuk dhe furtuna. Këtu e Bernadette, i mbrojtur. Sa kapaciteti larg qoftë? Sa njerëz mund të mbajë në rast bombardimi? Po në rast bombardimi kjo mund të mbajë 300-400 detaj, që të rrinë të strehohen për momentin. Po kështu mund të jetojnë këtu. E mund të jetojnë. Se unë kam punuar, kam qenë ushtar në Kutalit Beratit, aty mund të jenë 30 tunele. Dhe unë kam fletë brenda tunelit, kam qenë dhe kuzhinier, kam pasur dhe kuzhinën brenda tunelit. S'kishte atë ndërtesë tjetër, vetëm tunel ishte. Pra mund të përshtatet edhe për patjetër, neve kemi fjetur në tunel, unë kam fletë 2 vjet në tunelin e Kutalit Beratit. Edhe është preskët, kjo ka shumë gjëra të mira, se është preskët në behar dhe ngrohet në dimër. Nuk ka nevojë për ngrohje këtu. Po sepse është e brenda 10. Nekia Garaj, 74 vjeç, kujton kohën kur u ndërtuan strukturat prej betoni. Tunelet janë bërë shpejt, i ka bërë Enver Hoxha për të strehuar edhe njerëzit, po edhe materialet, po edhe makinerit, topa, murtaja, se Enver Hoxha për mua ka qenë njëshi për këto. Nuk jem socialist. Për këto vend strehimet? Po këto vend strehimet, a i beri bunkerët. Dhe më thaj që edhe të luftoni, po edhe të strehoshi, po beri dhe bunkerë që të mini një familje brenda. Si një familje brenda? Të mini 10 veta brenda, edhe të jetonin. Në rast lufte? Në rast lufte. 10 veta, të jetonin brenda, të atje, ashtu më dhe që... Të përshtatshëm për të strehuar... Të përshtatshëm një familje. Bunkeret të mëdhenjë. Po pasaj beri dhe bunkeret të vegjel, që mund të luftonin 2 veta në dritaren e bunkerit. Po bunkeret janë bërë me provë, që nuk kishte murtaj ta shpërthente. Janë bërë me provë, pra janë testuar. Janë bërë me provë. Shërbenin diçka se janë në mbanë Gjades. Po? Edhe gjina tunelet, a i e shumë të Gjermanin, për shembull, në Gjadet, kur shkon dhe atje. Po nëse tani do të kishte një luftë? Si? Nëse do të kishte një luftë tani, do shërbente për diçka? Po edhe shërbenin. Edhe tunelet janë mbrojtje.
Tunelet janë mbrojtje, nuk janë berkot. Enver Hoxha ka studior kush e di se sa vite që i ka bërë ata tunele. Enver Hoxha pati gabimet e tia, pati fajat e tia, se thonë disa që pse su lidh me botën, nuk ishte e përshtatshme për lidhur me botën, po të më dëgjosh gjyshin këtu. Se vendi këtu, kur ka ardhur Enver Hoxha, ka hyrë Italia në 7 prill 39-ës, e treta. Italia e tretë ka hyrë në 7 prill 39-ës. E dyta, e para Itali ka hyrë në 14-ën. E dyta Itali ka hyrë në 20-ën. E treta Itali ka hyrë në 7 prill 39-ës. Kështu që vendin e Enver Hoxha, kur iku Italia nda një 5 vjetë këtu, nuk ishte këneta, ishte pa rrugë, ishte vend pa banum, nuk ishte buk një në radhë parë. Kotheren e bukës nuk ishte. Po si u ndërtua, me që po flasim për forca pune, u ndërtua nga banorët këto? Jo, në Austria. Nga Austria? Në Austria. Ti vetë ku ke punuar në atë kohë? Ti ku ke punuar? Unë kam punuar këtu 30 vjetë fornitor këtu. Ke qenë këtu? Këtu në sheshin e Zyra e tu. Fornitor? Ashtu, fornitor, shkonte edhe maja e goxhës në dorët e mia. Fornitor hamall, jo me lapës. Hamall, fornizonja makinën e blojës me grur, fornizonja furrin me miell, ja aty tek ato fjerrat e mëdha, fornizoja kisha 4 pika me bukë, që i fornizonja, edhe me ujë me fuqina poshtë, na qesma poshtë edhe binja lartë, në me thënë, nuk kam qenë hamall, i fuqishëm. Hamall i fuqishëm, me Hamall pushtet? shumë i fuqishëm, që mbanja 3 fshatra me bukë. Kasnic, patos, lalar, hani bukë këtu, te këto furre. Këta furre këtu janë bën në 64-ën. Këta furre këtu. Furat e bukës? Furat e bukës, Po çfarë buke e hanin fshata? Bukë gruri, neve kemi ngrënë gjithë herë bukë gruri. Pse bëni për jashtë? Mirë edhe shteti detyrimet e tia, për ushtrinë, për spitalat, për popullin, për qytetarët, për këtë dojë në moshme, patjetër, për shëndetësinë. Në zonën e patosit fshat dhe oficinës janë disa dhjetra strukturat të tilla betoni. Ato ndërtuan rreth viteve 70 për të shërbyer ushtrisë në rast bombardimesh.